Inspektorët e Inspektoratit Sanitar në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka nisur inspektimin e ambienteve në kampin e njësive speciale Enver Zymeri në Mitrovic pas raportimit të Vox Kosova, ku përmes pamjeve u dokumentua gjendje e mjerueshme ambienteve ku punojnë, ushqehen, stërvitën e jetojnë policët më e lehtë të Kosovës. Pavarësisht se policia përmes një reagimi tentoi të manipulonte situatën, duke provuar ta përgënjeshtrojnë raportimin, përkundërse gjithçka ishte e mbështetur me pamje, publikimi tashmë ka filluar të jap efektin e vet. Raport përfundimtar nuk ka akoma nga inspektorët sanitar, po siç na tha kryeinspektori Ibrahim Tashnjaku, inspektimi ka nisur menjëherë pas raportimit të Vox Kosova. Në momentin e parë që ju keni bërë pyetje, na paraprakisht kemi dërguar inspektorët komplet kampi, do ta keni raportin e detajuar, zyra për informim, mandej zyra për informim sipas rregullave të dërgon juve. I keni dërguar në momentin që janë publiku pamjet. Po ju lutem nuk e kemi lënë rasti sepse kemi obligim ligjor që të transparencës do të jetë shumë e lartë. Pra, për shkak se inspektimi nuk ka përfunduar akoma, detaje nga gjetja e tyre nuk janë dhënë zyrtarisht redaksisë, por në kushte anonimiteti, zyrtarët policor na janë drejtuar me mesazhe dhe ngjan se edhe inspektorët janë shokuar nga gjendja aty. Në kampin Belvedere kanë ardhur inspektorët e sanitarisë dhe i kanë mbyll apo blloku disa WC dhe banjo për shkak të gjendjes së tmerrshme higjienike. Gjithashtu edhe kuzhinës i kanë dhënë afat një javë me i përmirësu disa gjëra për të njëjtat arsye, pra higjienike. Përndryshe, as kushtet minimale nuk i ka plotësu as ajo, sipas raportit nga inspektori. Si mundësi e fundit, inspektori ka thënë që këtë kamp me mbyll tërësisht për shkak të rrezikimit të shëndetit të policëve. Vox Kosova ka marrë qëndrim për këtë nga kryeministri Albin Kurti. Është e vërtetë që ka shumë muaj që nuk kam qenë në kampin Enver Zymeri. E nga ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Nuk i kam pa pamjet. Ai që nuk është bërë i gjallë pas krejt kësaj situate është ministri që në fakt do duhet të interesonte më së shumti, sepse policia është kompetencë e tij. Ai i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla. Ministër, asnjëherë nuk është vënë të përvishën i punës dhe që mjetet e ndara që nga viti 2024 më në fund të mos mbesin vetëm në letër, por të shndrohen në mbështetje konkrete për policinë e Kosovës. Sikur energjinë që e shpenzonin në propagandë ta koncentronit në kryerjen e punëve, mbase nuk do të kishte nevojë fare për raportimin e gjendjes në kamp, sepse do të ishte rregulluar moti.